Unë do të kisha dajt në 2 pjesë, do të thotë, këtë përgjigje, edhe që do të thotë të mos keq kuptohet. Është drejtësisht ndaluar haram që vajza apo djali i cili nuk është i fejum, i cili nuk është i martuar, mu dashurun dikant tjetër. Do të thotë, për shkak se gjithë kjo është si pasojë e shikimit në haram. Si pasojë do të thotë e mos përcjelljes rregullave të martesës që janë përcaktuar me shariat. Por nga ana tjetër, as pak nuk është haram, as pak nuk është ndaluar që burri me dash shumë gruan e vet, apo gruaja me dash tepër burrin e vet. Edhe kësaj lloj do të thotë dashurie përmendet në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përmendet te sahabët. Do të sa shumë janë dash sahabët me sahabikët me zvete. Do të thonë sa që me të vërtet kur të marrësh të lexosh për dashurinë që i kanë pas ata me zvete, thu kjo dashuria janë sot qenë ka fallc. Na nuk kujdojshmi do të thonë apo qenë ka do të thonë vetëm aktrim, diçka jo reale. Por me të vërtet dashurinë që i kanë pas ata me zvete, do të thënë paramendonte. Do ta përmendë vetëm rastin e Ummu Selemes me Ebu Seleme, që përmendet do të thonë në disa tregime që rrëfejnë do të thotë fragmente nga jeta e sahabëve. Ummu Seleme ka qenë do të thonë gru burnesh. Me të vërtet ka qenë burnesh, aq shumë burnesh sa që gjatë emigrimit prej Mekës për Medinë, do të thonë burri i vet ka mbet, ajo ka korr sukses që të emigroje në Mekë, në Medinë. Do thotë ajo ka ardhur në Medinë, a burri i vet ka mbet në Mekë. Edhe do thotë është shumë është përmallu për burrin e vet. Mirë, Allah azza xal pas një kohë shumë të shkurtër mundson që ata përsëri mu bë bashk. Edhe pas një kohë të shkurtër ndron jetë burri i vet, Ebu Seleme. Ndron jetë, domethënë Ebu Seleme. Edhe çka ndodhen? Djali i vet i cili e ka pas emrin domethënë Seleme, thuhet që do thotë duke hik prej Mekës në Medinë, të ke krej me njën mushtrik me njën kjo, thuhet se njënin kraje kam kut. Ama kryesorja s'ka leju që e vladi vet me mbet në mesën e mushrikëve. O shkon gjendje, do më thonë loçkën e zemrës vet. Do të me don 2 pjesë, ama mos me lon në shirk. Mos me lon në kufër. Kjo është edhe një mesazh tjetër, do më thonë për rëndësinë dhe kujdesin e madh që duhet me pas nona ndaj vladit të vet, dhe e para dhe kryesorja e tyre duhet me qenë çka që vladit vet do thotë t'ja mësoj besimin, akiden e shëndosh. Mirë, pas një kohë shumë shkurt ndron jetë Ebu Seleme. Ummu Seleme, do më thonë shumë mërzitet, shumë pikllot, sa që kitë Medinja e merr vesh se Ummu Seleme shumë mahzun është. Edhe kur e lexon Ummu Seleme duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khayran minha. E ka lexuar këtë dua më dëshish s'ka qenë e bindur. Pse nga dashuria e madhe që e ka pas ndaj Ebu Selemes. Shiqoni duaja çka është. Duaja është to, kur muslimanët i ndodhin në fatkeqësi e ban këtë dua, thotë o Zot, shpërblejem për këtë fatkeqësi që e pata. Jepëm shpërblim për fatkeqësinë që e pata sepse unë bëna durim si musliman. Edhe çka thotë? Thotë o Zot, këtë të keqe më zaventso me diçka më të mirë. E Ummu Seleme kur e ka bëu këtë dua, ka thonë unë me të vërtetë vdekja e Ebu Selemes kes prof. Ama s'ka më të mirë se Ebu Seleme, s'ka kush më zaventson Ebu Seleme. Do nga dashuria e madhe që e ka pas ndaj Ebu Selemes, ndaj burrit të vet. Pas një kohë të shkurt, Ummu Seleme si çon mësit Omerin radhiyallahu anhu. Disa sahab para ti, gjithë refuzon. Ebu Seleme më i mirë, më lepotoni, më i dashuri për tek atje. S'ka pas kush e zaventson Ebu Seleme. Deri sa i qonë mësit edhe Omeri radhiyallahu anhu. Do më thonë Omeri radhiyallahu anhu ka qenë njëri me renome në atë kohë, do të thotë. Ka qenë do më thonë në zvezda në mesin e sahabëve. Ma i dashëri, ma i respektumi, ma i madhi, ma namlia dhe kështu me ras. Edhe Omeri në refuzan. So është ma i mirë se Ebu Seleme. S'ka, ajo ka qenë dashurume, taj. Shumë e ka dasht. Mas Omerit i qonë mësit Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe Ebu Bekrin e refuzon.
Para mendon, edhe Ebu Bekri e refuzon. Çka ndoshta kanë pas, do thotë, ka pas gra të cilët kanë ëndruar me qenë bashortët e Ebu Bekrit. Por megjithatë i ka refuzuar. Edhe Ebu Bekri e refuzon. E dikur më vonë i çon mësit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe natyrisht se para kësaj ftese dorëzohet. Pse Allahu azza wa jall sprovën e Ebu Selemës ja ka zaventsuar me diçka shumë më të madhe, që mu bë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nona e këtë muslimanëve deri në ditën e gjykimit. Atëherë Umu Seleme e kupton realitetin e duas që e ka bë atëherë, cilën s'ka mujt me kuptu në atë kohë. S'ka mujt me kuptu se me vdekjen e Ebu Selemës ka marrë diçka më mirë se sa ajo sprovë. E Allahu azza wa jall Ebu Selemën ja zaventsoi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e natyrisht që pat jetë të lumtur e të mirë, do thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e shkurt që thot aq sa mujta normal.